Kryeministri Edi Rama në rubrikën Sy më sy i është përgjigjur pyetjes së një qytetari nëse drejton Bashkinë e Tiranës, duke thënë se nuk është i përfshirë në drejtimin e bashkisë pas arrestimit të kryetarit të saj Erjon Veliaj që nga data 10 shkurt. Rama theksoi se është larguar nga Bashkia e Tiranës që në vitin 2011 dhe nuk ka lidhje me drejtimin e këtij institucioni. Desha të ndaj me ju dy grafik shumë interesant, por dua ta filloj nga një anketim i bërë së fundmi në Bashkimin Evropian, anketimi bërë nga strukturat e Bashkimit Evropian, ku ka një rezultat shumë befasues për disa, por as pak befasues për disa tjerë në të cilët hyi dhe unë, që për herë të parë që nga bërja e kësaj ankete në 1983, që nga 1983, kur ka filluar kjo anketë dhe bëhet për vit, për herë të parë, ka një shifër rekord, 74% të blokut të Bashkimit Evropian, që beson se vendi i tyre ka përfituar nga Bashkimi Evropian dhe që beson se sot ka arsye të tjera për të mbështetur Bashkimin Evropian. Por kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili zhvilloi një konferencë për shtyp ku trajtoi situatën e shëndetësisë në vend, mendon të kundërtën për deklaratën e sotme të kryeministrit Edi Rama. Zoti Berisha tha se Veliaj emëroi një tjetër zonjë dhe jo Anuela Aristanin, por se këtë zonjë Rama e thirri e kërcënoi dhe madje dëbuan nga Bashkia e Tiranës. Sinkron Saliu. Është një zonjë që quhet Anuela Aristani, e cila u shkarkua nga kryetari në qeli i detyrës, do të pranojmë se është në qeli, por është kryetar. Pavarësisht ai është kryetar. Dhe u shkarkua, u emëroi një zonjë tjetër, e cila u thirr dhe u kërcënua nga Edi Rama në mënyrë më pak dinjitoze. Dhe jo vetëm u kërcënua ajo zonjë, po ajo u dëbua nga puna, sepse Erjon Veliaj e emëroi atë nën kryetare bashkie dhe i delegoi firmën si njeriu që i besonte të kryente veprimet që duhet kryente në vend të kryetarit. Pra, këto akte janë publike, nuk janë të fshehta. Është Edi Rama ai që ka ndërhyrë në mënyrë brutale në shkarkimet dhe emërimet në Bashkinë e Tiranës. Por, me që jemi këtu, dhe që ligji e ndalon në mënyrë kategorike çdo akt dhe çdo veprim të pushtetit qendror mbi pushtetin vendor. Ato, thot ligji dhe gjykata kushtetuese, mund bëhen vetëm nëpërmjet padive në gjykata.